po lumturohesha super shumë që Mirëmëngjes. Unë sot jam zgjuar me dëshirën për të pastruar dhomën, të laj banjon, të laj xhamat, parketin e kështu me radhë. Nuk e di nga më ka ardhur energjia sepse isha goxha e lodhur dhe sot mëngjes me zi kam hapur syt. E në fakt qumit më nxorri një, nuk e di si quhen, kumrie, pëllump, unë në dija që ishte pëllump, po kuptoja që ishte kumrie, kështu më thanë paktën, që vjen shumë shpesh te dritarja e dhomës dhe godet xhamin. Përpas dite u morëm pak me shtratin e luleve. Vendosëm shtresat e dheut, shtresë e parë ishte me deg peme. Mendonim nëse donim të vendosnim një shtresë me bar apo jo. E lam mos vendosnim dhe direkt hodhëm dheun. Pas hodhëm dhe një 2-3 karroca me ple e kështu vendosëm 3 shtresa. Akoma nuk është përfunduar, këtë që doja bëj më vonë. Si fillim dua të pastroj pak dhomën e më pas të dalim jashtë. Moti sot është super. Nuk ka shumë diell, po që shumë ngrohtë. Nuk e di sa keni kuptuar nga videot e mëparshme, po dhoma ime është akoma e papërfunduar. Jemi në proces e sipër. Akoma s'kemi vendosur çdo mobilje. Në fakt kemi vetëm krevatin. Fillim dua të nis me banjon. Kam shumë rroba për të larë. Është vetë banja për të larë. Nëse do një dini një fun fact për mua, është unë i pastroj xhamat skandal. Ky xham i dushit është më problematiku pasi lë ujë shumë njolla. Shikoni? Ju goca, keni bezi si mund të lani xhama? Më duket se sa do t'i pjesh xhamave, gjithmonë do n'ketin ato vara, njollat, edhe ato mua më stresojnë. Shikoni se si bëhen nga uji. Ta mendosh ka vetëm pak ditë që nuk është larë dhe uji e ka sjellë prapë në këtë gjendje. Na duhet që një zgjidhje për këtë gjë. Kemi menduar të marrim një pomë që e filtron ujin. Ky është shpëtimi i ambicave shqiptare. E shpresoj edhe imi. Shikoni se sot që e lava me zgrasëtore dhe me aty laçën tjetër prap ka të shenjat. Do marrë një lec këtë thatë e do hedh pak pudër rapid në kalkun. Shikoni. Nuk e di për ju, po mua pastrimi më jep shumë kënaqësi. Më duket sikur kur pastroj shtëpinë, kur sistemoj vendin, jam duke pastruar vetëm hapësirën, po edhe mendjen time. Nuk po them që vdes bëj punë, apo nuk përtoj, se tani drejtën. Nuk se jam ndonjë qefi e madhe, por që thjesht ideja e të pastruar të hapësirën ku je, më duket sikur të jep një shqetësim mendore. Aja është bërcit. Kjo. Good job, Alessia. Kjo është skuadra ime e pastrimit.
Tani do palos disa rroba. Unë sa në fund. Shumë nga ju më keni pyetur se çfarë bëhet me jetën time. Shumë nga keni kuptuar, unë nuk jetoj më në Gjermani. Shumë nga ju më keni pyetur ç'u bë me Gjermaninë, a ke përfunduar shkollën, çfarë bë me shkollën, etj, etj. Well, shkollën e kam përfunduar. Ja dola që të diplomohem në Gjermani. Ka qenë ndër eksperiencat e mia më të bukura, por edhe më të vështira në fazën e kalimit nga fëmijë në të rritur. Është ajo faza ku nuk je më as fëmijë, por nuk mund ta quash vetën as të rritur. Të në vërtetën, unë nuk e konsideroj vetën të rritur as tani, megjithëse jam 26 vjeç. Por që po, shkollën e mbarova, bachelorin. Masterin e vazhdova po te njëjti universitet në Dresden. Semestrat e parë ishin shumë nice, në sensin nuk isha më ato vështirësi që kisha hasur gjatë periudhës së bachelorit, që më duhej jo të mësohesha, të gjeja mënyrën e duhur të studimit, që ishte për mua efektive. Masteri ishte shumë i lehtë. Çfarë do të thuash me të lehtë, Alesia? Nuk ishte i lehtë në sensin që gjërat u bën më të lehta, por unë thjesht kisha kuptuar se si funksionon. E dija që duhet shkoja në çdo leksion, e dija që duhet mësoja çdo ditë, kishte shumë projekte, punonim shumë në grupe, gjë që më pëlqente shumë. Dhe notat, të në vërtetën, i kisha shumë të larta, pra në gradën e 1 pik, që do thot shumë mirë. Por, ka gjithmonë një por, kuptoja që nuk po më pëlqente fare gjëja që po bëja. Semestrin e parë po lumturohesha super shumë që po dilja kaq mirë në provime, që projektet po i bënim kaq mirë, do me thënë po merja ato rezultatet për cilat unë po punoja, por që nuk po më përmbushte më. Do me thënë, në fillim ishte okej, por pastaj do me thënë nuk po gjeja një arsye, sepse duhet të rria dhe ta vazhdoja, diçka që mua nuk po më përmbushte më. Nuk e di nëse ua kam thënë më përpara në videot e mia të vjetra, po Gjermania has never been my cup of tea, nuk ka pëlqyer asnjëherë për të jetuar afaqgjat. Ka sigurisht mirat e saj, po për mua nuk ishte vendi ideal për të jetuar. Dhe për aq kohë sa unë qëndroja aty, qëllimi vetëm ishte që të mbaroja shkollën and that's it. Gjatë këtyre viteve nuk e keni idenë se sa shumë shtëpi kam ndruar. Nuk e di nëse e mbani mend periudhën kur unë kam shkuar me Erasmus në Itali, që pas kthimit në Gjermani mund të kem ndruar 5-6 herë shtëpi. Pra jeto disa muaj në një shtëpi, disa muaj në një shtëpi tjetër, disa kohë vetëm, disa kohë me të tjerë. Oh my god, that was a roller coaster. Unë isha ndërkohë me valixhe, duke mbajtur çdo gjë që kisha në apartamentet e mia apo në dhomat e mia dhe duke lëvizur sa në një shtëpi tjetër, që ishte draining. Gjatë asaj kohe fillova të bëja internship në degën në cilën unë isha. Merresha me content creation, social media management të një kompanie gjermane. Dhe ishte shumë nice. Do me thënë, nuk kisha asnjë ankesë. Por, nuk ishte ajo që doja. Dhe në shkollë po mësoja të njëjtat gjëra që kisha mësuar në bachelor. Thjesht ishte pak më e thelluar. Unë doja gjithmonë që të fokusohesha në një degë që mund të mësoja për branding, diçka më kreative dhe më business-like, se sa më shumë financë apo menaxhim, etj, etj. Dhe unë po bëja me pak fjalë diçka që nuk kisha dëshirë ta bëja. Mendova, por derisa jam akoma studente, kam statusin e studentes, dhe të përfitoj nga kjo gjë. Dhe vendosa që të bëj një work and travel në Amerikë. Isha në New York, qëndrova pothuajse 4-5 muaj dhe gjatë asaj kohe punova dhe udhtova nga vetëm i programit work and travel. Po kjo është një eksperiencë më vetën. Frika ime më e madhe ishte që të kthehesha në Shqipëri. And guess what? Tani jam në Shqipëri. Them vërtetën, nuk jam e penduar që e kam marrë këtë vendim. Kur fillova të tregoj prindërve, sidomos mamit, që nuk dua të rri më në Gjermani, dua të ikim, po më duket humbje kohe, dhe nëse do pranohem për programin në Amerikë, do mbyll shkollën, pra, I will drop out. Do lë shkollën, është fjala e duhur. Do lë shkollën, do shkoj të rri disa muaj në Amerikë dhe më pas do kthehem në Shqipëri and I'm gonna start my life from the beginning. Mami ishte, jo, nuk do ta bësh, përfundoje shkollën, edhe shumë pak ke, pra masterin, edhe shumë pak ke, dhe unë që u lëria në telefon.
nuk dua, më duket humbje kohe, ju nuk jeni këtu, këtu jam vetëm, etj. Dhe nesa, më pas më mbështetën. Dhe të them vërtetën nuk jam fare e penduar. E di që jo shumë veta do ta bënin këtë gjë, po mua vërtet më duke humbje kohe dhe kisha ndërmend që të harxoja më shumë kohë. Fundja, mundësi për të bërë shkollë kemi gjithë jetën. S'është e thënë të mbarosh të bësh një shkollë e një tjetër. A kam unë një inner conflict? Yes. Që atëherë ja mendoja çfarë do bëj kur të vi në Shqipëri, do më duhet gjej direkt një punë, do duhet bëjnë të një internship, do duhet gjej një mënyrë se si të futem në tregun e punës në Shqipëri, a do mësohem, po unë s'kam punuar ndonjëherë këtu funksionojnë gjërat ndryshe. Oh my god. Të gjithë njerëzit më thonin shiko, jepi pak kohë vetes, sa të stabilizohesh në Shqipëri, trurit filloj të kuptoj që tani je në një shtet tjetër, të rimësohet me stilin e jetesës, me të mos jetuarit më vetëm, etj. Dhe unë mendova, yes, të njerëz kanë të drejtë. Unë duhet t'i jap vetes kohë që të mësohem me diçka të re. Problemi është që unë ndihem shumë fajtore për këtë kohë që po marr. Më duket sikur nuk po ambientohem dot. Unë mendoj që edhe nëse nuk e di se çfarë do, është një hap shumë i madh të dish se çfarë nuk do. Dhe në momentin që unë mora vendimin për ta lënë Gjermaninë, kam marrë kaq shumë komente nga njerëzit e mi që pse po e bën këtë gjë? Është ja gabuar, çfarë do bësh në Shqipëri? Mos e bëj këtë gjë. Dukesh sikur nuk e di se çfarë po bën. Dhe unë që mendoja, ja, me të drejtën, nuk e di se çfarë po bëj, po sepse nuk e di se çfarë dua, po një gjë për cilën jam e sigurt është që këtë gjë që po bëj tani nuk e dua. Dhe ndonjëherë është e rëndësishme që ta kuptosh se çfarë nuk do, të ndalosh së bërja atë gjë dhe të marrësh pak kohë, të kuptosh veten, kuptosh se cili do jetë hapi jot i radhës, të ngadalësohesh. Dhe këtë gjë po bëj unë tani. Shpresoj shumë që nga fjalët e mia mos keni marrë mesazhin e vini shkollën. Por mesazhi im për mua dhe ju është që dini që doni se jeta kaq e shkurtër është. Ky është procesi i shkëlqimit. Këto dyja do i kombinoj bashkë dhe do jesh shtresa e tretë. Edhe këto të dyja bashkë. Kjo është duke sherebel dhe burzilok. Ndërsa aty kemi lule dielli dhe nuk e di se si quhen këto në shqip. A kemi një emër ne? Lule, ç'a? Sa mirë. Oh, we're the worst. A ke dëgjuar ndonjëherë për kopshtin e fluturave? Nëse e kalon kohën duke ndjekur flutura, ato do të largohen. Megjithatë, nëse e kalon kohën tënde duke ndërtuar një kopësht të bukur, atëherë edhe flutura do të vinë tek ti. E nëse jo, të paktën do të kesh kopshtin tënd të bukur, me cilën do të jesh shumë e lumtur. Okej, do bëjmë koktejl me roze të pritura dhe të tjera do jenë me whisky. Koktejli do përmbaj boranica, me që i kemi më shumit, limon dhe Sprite. E mbam që atje në Dresden ka patur një kështu që kemi pas punu në bashkë. Vakabah. Shles, vakabah. Se mbam më? Që filluan bënin reklama për që më shkoj aty të bëje një e të provoje vera ndryshme. Një herë kemi që një jetën tonë aty. Që në dha nga një veraj
Njëherë më kemi qenë se ai ishte shumë kështu high-end. E të kujtohet si me pas lodh fare, sepse aty nuk ishte si në vendet e tjera që duhet rinte kamarieri tërë kohën me shënzino e të pas. Po duhej futeshin gjithë me njëherë dhe dilin gjithë me njëherë. Që ishin nga 2 gra, apo ja. Po i përgjit me mojnë nga. Ja, ato 2 gratë kanë qenë të mesë të dresën. Që hanin hot dog ata hanin. Asi shqitje zënë. Asi shqitje zënë. Po flasim për kohën kur kemi qenë në Gjermani, edhe për punët e ndryshme studentore që kemi bërë. Ver, Ros. Po, por duhet ta provojmë që se kemi nevojë për diçka tjetër. Tani është dark, ka përënduar. Ky është kokteli që bëra unë. Dhe nëse do jepja një notë, mund të ishte nga 25-a një tresh, si herë e parë. Kishte keq. Të burgos jo personte po doli prap hapi derën. Mos.